në emër të popullit me këtë gjykim. I akuzuari Endrit Nika është fajtor për veprën penale vrasje rënd nga 1973. Për këtë vepër, gjykata themelore në Prishtinë i shqiptoi Nikës burgim prej 18 vjetësh për vrasjen e të dashurës së tij, Maria Clara Urdangaraj. Kryetari i trupit gjykues theksoi se pas shqyrtimit të gjitha provave personale dhe materiale, ka ardhur në përfundim se mbyllet çarku i tyre, duke përjashtuar çdo mundësi tjetër alternative të rrjedhjes së ngjarjes së këtij rasti. Është vërtetuar përtej dyshimit të bazuar se me veprimet të akuzuarit Endrit Nika përmbushen të gjitha elementet objektive dhe subjektive të veprës penale për cilën i akuzuar u shpall fajtor. Me njëherë pas largimit të trupit gjykues, Maria Magdalena Del Monte, nëna Maria Clarës, nxori fotografinë e të bijës duke thënë se tani u vu drejtësi për vajzën e saj. Puede descansar en paz. Sot Maria Clara mund të pushojë në paqe, përkundër të gjitha vështirësive. Ka qenë vështirë nga fillimi për ta rikthyer, por ne gjithmonë kemi besuar në drejtsinë e Kosovës. E vlerësojmë shumë punën e prokurorisë që me të gjitha provat gjithmonë e ka mbështetur të vërtetën. Justicia. Gracias Kosovo, gracias. Megjithatë, nuk ishin të kënaqur për lartësinë e dënimit, të cilin thanë se do ta ankimojnë. Të pakënaqur ishin edhe prindrit e Endrit Nikës. I keq montum, edhe bëhet kësi vendimi veç në Kosovë ndodhë. Nuk është i mbështetur në gjendje faktike, nuk është i mbështetur në provat që janë administruar dhe janë parë ende gjatë gjatë shqyrtimit gjyqësor, kështu që patjetër nuk kemi dyshim që ky qendrim dhe ky vendim do të ndryshohet. Maria Clara Urdangaraj vdiq me 1 gusht të vitit 2023, pasi ra bashkë me dritaren e dhomës së hotelit Sonoma në Fushë Kosovë, ku po qëndronte me të dashurin e saj Endrit Nikën.